U rikthyem në studio për të vazhduar edhe më tej në pjesën e dytë të emisionit, gjithmonë me të ftuarit tanë special, ku kësaj radhe do flasin pikërisht për ndrimin e motmotave, se si ka qenë në urgjencën. Dhe këtu me mua sot kemi doktorin Sejfullah Ademi, të cili do të na sqaron gjithë situatën, duke pasur parasysh se nata e ndrimit të motmotave nuk ka qenë siç duhet, e cila ka përfunduar me raste të rënda, plagosje si dhe me humbje jete. Për më tepër, për detaje më të hollësishme, sot me mua doktori Sejfullah Ademi. Mirë se erdhe doktor në emisionin tonë Ritmi i ditës. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën. Është kënaqësia jonë të ndajmë disa momente nga nata e ndrimit, domethënë të fund vitit. Realisht në thotë ka qenë një ndrim i rëndë, kësha me thonë, me humbje jete, me shumë raste emergjente, ku ndrimi është shpejt normal, me organizimin e mirëfillt, se të bëm pikërisht për atë natë enkas, do të thotë me 11 ekipe të pajisura me mjek, do të thotë motor medicinale si dhe shofer. Ne ju dolëm në ndihmë as sa mundem, domethënë popullatës, me fatkeqësisht vlen të theksohet, do të thotë se kena pasur mjaft punë dhe kanë qenë raste të vështira, ku mund vlen të përmendet se së pari do të thotë humbja e jetës së fëmijës, domethënë 2 vjeçar, që shpreh ngushëllimet më të sinqerta, domethënë familjes, edhe raste të tjera të cilat do të thotë do i përmendim në vazhdimsi. Mund të na thuani se ju e potencova dhe unë në fillim se nuk ka qenë një ndrim i motmotave, nata e vitit të ri nuk ka qenë ashtu siç duhet. Thamë me plagosje të rënda, me humbje jete. Si e keni përjetuar ju këtë situatë si mjek? Normal, do të thotë rastet e rënda padyshim edhe ne jemi njerëz, nuk kemi robot gjithsesi, por profesionalizmi do të thotë është në nivel dhe ne mundohemi që të anashkolojmë emocionet dhe që të jemi sa më të përgatitur, më të aftë, do të thotë në vetvete fillimisht që t'ju ofrojmë ndihmën e parë në mënyrë më të mirë të mundshme atyre që kanë nevojë më së tepër në ato momente kritike. Ndihma e shpejtë, organizimin e bëri do të thotë realisht të mirë dhe të suksesshëm u tregua në fund domethënë të ndrimit, pasi që pat shkogje intervenime, por ekipet tona ja dolën do të thotë t'ju japin ndihmën e parë, por gjithashtu do të thotë vlen të theksohet do të thotë që në popullat festa u shndrua në fatkeqësi, në realitet mund të themi, pasi që patëm humbje jete, në vend do të thotë therrje gjithashtu kemi pasur, gjë që njëri përfundoi fatalisht në vend të ngjarje, ndërsa tjetri u dërgua me emergjencë do të thotë në spital për trajtim të mëtuqeshëm. E gjithë kjo do të thotë na bën të kuptojmë se festat janë për të gëzuar, do të thotë jo as si neve do të thotë të shndrojnë në fatkeqësi, me gjuajtje, me përleshje, do të thotë si dhe me përdorimin e tepërt të alkoolit. Vlen të theksohet se do të thotë me krahasim me statistikat e viteve të fundit, këtë vjet kemi pasur do të thotë mbi 10 raste të intoksikimeve me alkool nga të miturit të moshës 14 deri në 17 vjeçare, që paraqet një alarm, do të thotë që të fëmijët ka filluar të përdoret alkoolin në mënyrë të pakontrolluar, gjë që do të thotë paraqet normal edhe probleme me shëndetin e pasojave më të rënda të mëtuqeshme. Mund të na theksoni se ju i cekët disa pika, disa ngjarje të pacientëve, apo jeni përballur me plagosje, me pirje të alkoolit të tepërt dhe ajo që është për të shqetësuar është tek të miturit, që është të themi një alarm që sido që tjetë ato duhet të jenë të kontrolluar nga prindërit, po mund të na thoni se gjatë 1 janarit dhe 2 janarit, si ka qenë përgjithësi këto 2 netët në aspektin shëndetësor dhe në kujdestari që ju keni qenë gjatë këtyre 2 netëve? Se përket do të thotë fund vitit, datës 31 dhjetor, do të thotë ishte mjaft e rëndë me shumë intervenime, do të thotë përsa i përket domethënë 1 janarit dhe 2 janarit, realisht mund të themi se ka qenë 1 janar ka qenë numri më i pakët i thirrjeve emergjente, por një ashtu do të thotë vlen të theksohet se problemet kronike të cilat i kanë popullata tek na, normal do të thotë janë të shumta dhe një farë forme edhe aty duhet që ne të intervenojmë. Por në krahasim nëse bëjmë me 1 janar, 2 janar si dhe me 31 dhjetor, mund të themi se kemi pasur një ulje të theksuar të rasteve emergjente gjatë 1 dhe 2 janarit. 2 janarit. Bëni një krahasim nga vitet e kaluara dhe tani?
thirrjet gjatë këtyre dynetëve janë ulur apo janë rritur? Mund të theksojmë për shkak se edhe si vikend të vazhduar ta quajmë ashtu popullata ka pasur edhe popullata në përgjithësi që banon këtu në Shkup ndoshta janë zhvendosur për të festuar në vende tjera dhe kjo ka ndikuar ndoshta në mënyrë indirekte që të ulët edhe numri i thirrjeve, por gjithashtu e përmend edhe një herë do të thotë se kemi jashtëzakonisht numër të madh të rasteve në popullat me sëmundje kronike, të cilat një ashtu do të thotë kërkojnë trajtim, nëse nuk munden me terapinë e përshkruar ta rregullojnë gjendjen shëndetësore. Andaj ne ju dalim në ndihmë edhe atyre, për qoftë me probleme me frymarrjen, qoftë probleme me zemrën, me shtypjen e lartë, probleme me diabetin e kështu me radhë. Mund të na thuani se cilët kanë qenë rastet më të shpeshta që janë paraqitur në natën e vitit të ri? Po, si që përmendja edhe më herët, do të thotë rastet më të shumta që edhe pritën gjatë asaj kohe janë do të thotë intoksikimet me alkool, për shkak pirje e pa kontrolluar alkoolit gjatë festës e bën pastaj problemin tjetër, do të thotë intoksikimin. Gjë që ne në vendngjarje dalim dhe reagojmë, do të thotë ju japim ndihmën e parë, bëhet dhënia e terapisë intravenoze për ta kthjellur pacientin dhe pastaj mbarësisht prej gjendjes shëndetësore, nëse janë raste më të rënda dërgohen deri në toksikologji për trajtim të mëtuqeshëm. Përveç kësaj, këtë vit do të thotë vlente edhe të potencohet se kemi pasur edhe për leshje, do të thotë ku normal policia fillimisht e ka zgjidhur problemin, pastaj ne i kemi ofruar ndihmën e parë, po kemi intervenuar. Do të thotë pastaj njashtu kemi pasur edhe thirrje, të cilat do të thotë janë emergjenca në numrin 1, do të thotë që duhet sa më shpejt intervenohet për shkak të gjakderdheve që mund të bëhen dhe të rrezikohet jeta e vet pacientit. Njashtu mund të theksohet do të thotë edhe kolapset në vende publike, qoftë për atyre që janë në gjendje të alkoolizuar apo do të thotë në rastet e tjera. Njashtu mund të theksojmë se edhe pleqt të cilët do të thotë për shkak të osteoporozës së lëndekan çdo lëvizje e tyre është një lloj do të thonë është paraqet rrezik për shkak çdo lëvizje që ne bëjnë mund të bien edhe lehtësisht të bëjnë thyrjen e ekstremiteteve ose të kombligut, gjë që do të thotë pastaj në rendin e dytë duhet vinë do të thotë por gjithsesi ju kërkohet edhe për atyre do të thotë ju jepet ndihmë e parë dhe të shtrohen në spital për trajtim të mëtuqeshëm. Mund të na thoni se sa keni qenë të përgatitur si ekip i kujdestarisë në këto dynete të themi që janë të vrrushme me një fluks të madh të qytetarëve, mund të themi që paraqiten për të kërkuar ndihmën e parë pikërisht në këto dynet? Po, vlen të theksohet se ndihma e shpejt në qytetin e Shkupit fatkeqësisht ka mungesë të theksuar, do të thotë qoftë të kushteve, por ashtu edhe të personelit mjekësor, gjë që vështirëson jashtëzakonisht shumë punën tonë, si dhe do të thotë ofrimin e shërbimit do të thotë të ndihmës së parë për popullatën, mirë po sa përket fundvitit ne kemi qenë të organizuar do të thotë me mjaft ekipe, pasi që përgatitjet filluan që më herët, do të thotë qoftë në sigurimin e personelit, do të thotë në përgatitjen e autoambulancave, do të thotë që të formohen 11 ekipe, do të thotë të kompletuara, gjë që do të thotë për qytetin e Shkupit arritëm si ta menaxhojmë situatën dhe t'ju ofrojmë, po ta mbulojmë dhe t'ju ofrojmë do të thotë ndihmën e parë gjithë atyre që kishin nevojë në rastet më kritike. Janë të mjaftuar, kanë qenë të mjaftueshme këto të themi 11 ekipe gjatë këtyre dyneteve? Duke pas parasysh faktin do të thotë se në Bashkimin Evropian udhëhiqemi me një protokoll do të thotë pune ku nëse ka 40.000 banor është e nevojshme që të kemi një autoambulancë, qyteti i Shkupit me gjithë të banorët do të thotë janë të nevojshëm më së paku 20 deri 24 ekipe mjekësore të kompletuara që t'ju ofrojnë ndihmë të gjithë qytetarëve. Ky fakt na bën një farë lloj të dëshpërohemi, do të thotë gjendja reale është jashtëzakonisht më e rëndë pasi që punojmë 1/4 e kapacitetit të përgjithshëm, që duhet ta kemi ne për t'ju dhënë ndihmën e parë gjithë popullatës, atyre që kanë nevojë normal. Kjo nuk kupton do të thotë që ndrimet në kushte normale, në ditë normale do të thotë udhëhiqen me 6 ndrime do të thotë natën dhe 7 ekipe të pajisura do të thotë për tërë ditën, gjë që paraqet minimumin e asaj që është e nevojshme për t'ju dalë në ndihmë të gjithë atyre që kanë nevojë. Pikërisht, dhe çfarë duhet të ndërmiret në këtë drejtim? Ju pak a shumë e cekët që në ditët e zakonshme sa ekipe jeni ndërsa gjatë festave shtohet. Çfarë duhet të bëhet në këtë drejtim? Çfarë duhet të kemë parasysh edhe institucionet e vendit, pikërisht kur bëhet fjalë edhe për festa? Po, në vazhdimsi kemi apeluar dhe ende apelojmë do të thotë deri tek të gjithë institucionet përkatëse që ky problem do të thotë të zgjidhet një herë për gjithmonë, pasi që është vënë në rrezik vetë shëndeti i pacientëve, do të thotë popullata vuan
dhe nuk arrin ta merr atë trajtimin e nevojshëm atë kur ka më së shumë të nevojë, pikërisht jo për diçka tjetër, vetëm për shkak se nuk kemi ekipe të mjaftueshme. Prandaj i lusim institucionet përkatëse Ministrinë e Shëndetësisë dhe gjithë ato që janë përgjegjës që ta rregullojnë problemin dhe një farë forme të përkushtohen tek ndihma e shpejtë, ta shohin si një zinxhir kryesor në ofrimin e shërbimeve shëndetësore, edhe jo si një pjesë e fundit e zinxhirit shëndetësor, gjë që është duke ndodhur momentalisht. Një ashtu apelojmë edhe deri tek të gjithë popullata që kanë sëmundje kronike, të kenë kujdes në marrjen e terapisë në së rregullt, mos të ekspozohen shumë në ajrin e ndotur që është paraqet rrezik shtesë në kohën aktuale ku po jetojmë. Një ashtu të kenë kujdes mos të tubohen në vende ku ka shumë, veçanërisht ato cilët kanë probleme shëndetësore si më të vjetrit, problemet kronike, ato cilët imunitetin e kanë të dobët, për shkak se momentalisht nëpër popullat është prapur mjaft viroza dhe që ndikon negativ në shëndetin e tyre, Mund të na thoni se sa ka ndikuar edhe tu e pasur parasysh se jemi edhe në stinën e dimrit, e dim që netët 1 janari dhe 2 janarit janë netët e ftohta, sado që ne të mundohemi të nxehemi, por e dim që ndrimi i motmotëve pikërisht është në një kohë të ftohtë, por edhe ndotja e ajrit ka ndikuar sadopak që në këto 2 netët të kenë rritje të shumta thirrje, po cilat kanë qenë ato grup mosha të themi më shumë që kanë kërkuar ndihmë në këto 2 netët? Po, për shkak për nga eksperjencat që e kemi në vitet që të kaluan, jo vetëm se e dim çdo ndryshim kohor edhe kur afrohet kjo periudhë ku vetë qyteti i Shkupit është jashtëzakonisht i ndotur, ajrin e ndotur e ka, ne vetëm se e presim që sëmundjet kronike të mushkrive, ata të cilët kanë probleme me frymëmarrjen, vështirësi në frymëmarrje, sëmundjet obstruktive kronike, si edhe astma, ato pacientë janë më të rrezikuar nëse ekspozohen gjatë këtyre ditëve në këtë ajër të ndotur, gjë që më njëherë rezulton me simptoma të cilët janë si vështirësi në frymëmarrje, si një lloj ngulfatje, si është e shprehur në popull, mos mundësia të mbushjes me ajër, gjë që paraqet rrezik për shëndetin e tyre, ku duhet neve si ekip mjekësor intervenojmë në raste të tilla, bëjmë lirimin e rrugëve të frymëmarrjes dhe i ofrojmë ndihmë pacientëve që ata të jenë më të lirë në frymëmarrje dhe të kenë mundësi të funksionojnë normal. Ne e dim që këto gjatë festave cekëm që këto të themi gjërat, fishek zjarret kanë qenë të pranishëm dhe mjetet piroteknike. Sa të shpeshta kanë qenë rastet e lëndimeve pikërisht nga këto 2 gjëra? Nga statistikat e vitit të kaluar kishim më shumë, mirë po në këtë vjet mund të themi që pak ndoshta është ulur numri i lëndimeve nga fishek zjarret. Jo që fishek zjarret nuk janë përdorur, por lëndimet ndoshta fatmirësisht gjithsesi nuk kemi pasur intervenime ne si ndihmë e shpejtë gjatë ndrimit të motmotit, lëndimi nga piroteknika. Edhe pse gjithsesi apelojmë deri tek të gjithë qytetarët, veçanërisht të prindërit që të kenë kujdes ndaj fëmijëve të tyre, të mos ju blejnë gjëra të tilla dhe të mos lejojnë që fëmijët e tyre të përdorin pasi që janë mjaft të rrezikshme dhe fatkeqësisht përfundojnë me amputimin e gishtrinëve ose pjesëve të dorës, ose lëndime të syve, lëndimeve tjera trupore, të cilat janë mjaft të rënda dhe kërkojnë trajtim të menjëhershëm. Keni ndonjë shifër nga viti i kaluar dhe tani se sa ka qenë ai numër apo jo? Përafërsisht. Fatkeqësisht nuk mund të themi sigurt me dhëna pa mos më i konsultuar, domethënë duke i hapur regjistrat edhe duke bërë një analizë të thellë, nuk mund të japim shifra saktë, por mund të themi që kemi një ulje në krahasim me vitet e kaluara. Këtë vjet po nuk kemi pasur lëndime. Të themi, a janë paraqitur edhe raste serioze apo kërcënuese për jetë gjatë këtyre 2 netëve? Siç e cekëm, ishte një rast i foshnjës 2 vjeçare që për fat keq humbi edhe jetën nga një plumb qarr. Po, fatkeqësisht humbja e një jetës së fëmijës është humbje e madhe dhe për atë ne apelojmë deri tek të gjithë ata që të festojnë me mençuri, duke mos përdorur mjete me armë të zjarrit, pasi që neve ne fëmijën, jetën e këtij fëmije nuk mund ta kthejmë. Nësa mund të festojmë gjithsesi, por nuk mund në këtë mënyrë të përdorimi i armëve të zjarrit në mënyrë të pakontrolluar.
Fatkeqësisht pat një intervenim, do të thotë një fëmijë 2 vjeçar ku kërkuat që t'i ofrohet ndihma e parë dhe gjithsesi do të thotë ndihmë shpejt doli në terren. U bë intervenimi nga ana e mjekëve specialistë, do të thotë u tibua pacienti në Spitalin Shën Naumi Ohrit, ku pastaj së bashku me ekipën tonë do thotë dërgua për trajtim të më të qeshëm në gjendje jashtë zakonisht të rëndë shëndetësore, deri tek emergjenca do thotë në Spitalin e Shtetit, ku fatkeqësisht pas 2 ditëve do thotë ndroi jetë. Ju e cekët edhe më herët që një numër i madh i të miturve kanë konsumuar alkool, që është për t'u shqetësuar. Ka pasur raste që kanë qenë edhe të helmuar edhe nga ushqimi gjatë këtyre 2 netëve? Po, ekziston mundësia do thotë edhe helmimeve me ushqim, por këtë vit ndoshta për shkak të pirjes së alkoolit, do thotë ata janë maskuar helmimet e tilla si një me vjellje, do thotë me mundime të gastrointestinale, probleme gastrointestinale, do thotë cilat në një farë forme janë atribuar helmimeve me alkool, që do thotë ndërlidhen, por gjithsesi numri i tyre ekziston dhe është prezente, helmimet me ushqim janë prezente edhe për shkak të asaj do thotë që jemi në periudhën e dimrit. Pas që e dim se temperatura i ndikon në mënyrë pozitive, ndikon që të përhapen problemet do thotë gastrointestinale për shkak të helmimeve me ushqim, por edhe përkundër kësaj do thotë kemi pasur raste të tilla, por një farë forme nëse nuk janë të rrezikshme ne për shkak të mundësisë të limituar të ekipeve mjekësore, në mënyrë telefonike ju jepet këshilla se çfarë të bëjnë më tutje, do thotë çfarë terapie të marrin, gjë që do thotë ta lehtësojnë gjendjen shëndetësore të tyre. Por normal gjithsesi do thotë si përfundim ju themi që nëse eventualisht vështirësohet gjendja ose në kontaktoni neve në mënyrë direkte ose do thotë ju lutemi që të shkoni më tutje do thotë te klinika do thotë për sëmundje infektive për trajtim të më tutjeshëm. Mund të na thoni se a ka pasur dallim mes natës së 1 janarit edhe ditës apo natës së 2 janarit sa i përket numrit dhe natyrës të rasteve? Po, ashtu siç e përmendja edhe më herët, gjatë ditës së 1 janarit do thotë dhe 2 janarit kemi pasur ulje do thotë rasteve emergjente, por që kanë mbizotruar natyra e problemeve do thotë me sëmundjet kronike të cilat i kanë vetë popullata, veçanërisht ata më të moshuarit do thotë. Mund të theksojmë do thotë që gjatë 1 janarit dhe 2 janarit kemi pasur më shumë thirrje do thotë nga pjesa e sëmundje do thotë e pacientëve që kanë pasur sëmundje kronike. Por një ashtu mund të përmendem do thotë pasi që 1 janar ishte pak temperaturat u ngritën, mund të theksojmë do thotë që një alpiniste ose një person në malin Vodno bëri një lëndim ku do thotë dol që është thyrje e këmbës, gjë që ekipi jon intervenoi në bashkëpunim me kryqin e Kutës, në bashkëpunim me personelin që është do thotë pjesa e malit Vodno dhe u trajtua pacienti në mënyrën e duhur deri tek spitali Përkatës. A vërejan zakonisht lodhjet apo ndonjë problem shëndetësor pas festave? Ndoshta me 1 janar dhe 2 janar kanë qenë të themi mirë, po pas festat ata i vërejnë ndoshta ndonjë komplikim shëndetësor që ju është bërë ndonjë pacientëve. Si ka qenë domethënë pas 1 janarit dhe 2 janarit? Po, vlen të theksohet edhe ajo do të thotë veçanërisht të konsumimet e tepërta të alkoolit gjatë asaj periudhe do të thotë dhe më pas ditën e vijim do të thotë pacientët ankohen për simptoma si kokëdhëmbje, do të thotë mundime gastrointestinale, ndonjëherë edhe të vjellura, që është edhe e pritshme, por ne varësisht për situatën, varësisht për gjendjen shëndetësore të pacientit, ose do të thotë japim këshilla telefonike se si duhet vazhdojmë më tej, ose do të thotë del ekipi jon në terren dhe bën trajtimin e më të qeshëm të pacientit. Mund të na thoni çfarë duan të kenë parasysh qytetarët gjatë festave për të shmangur urgjencën, për të mos pasur nevojë për të shkuar ose për të thirrur ndihmën e shpejtë gjatë festave? Apeli jon deri tek të gjithë qytetarët do të thotë është që festat janë për t'u gëzuar, e asesi do të thotë për ne do të thotë bëjmë dëm shëndetit ton, po edhe të tjerëve siç po e shohim do të thotë këtë fund vit kemi pasur jashtëzakonisht do të thotë dëme në vetë shëndetin e pacientëve, po edhe dëme deri tek të tjerat. Andaj të mundohen të festojnë sa më shumë në mënyrë paqësore dhe të koordinuar mirë, do të thotë të mos teprojnë qoftë me ushqim, qoftë me pije alkoolike,
por edhe asesi nuk lejohet përdorimi i fishek zjarreve dhe mjeteve të tjera siç janë armët e zjarrit, pasi që ekziston mundësia që me letalitet të përfundojnë vetë pacientët ose rrethi i tyre. Mund të na thoni se çfarë dallon në thirrje, zakonisht qytetarët që bëjnë thirrje të zakonshme gjatë ditëve ku nuk është festë dhe gjatë festave. E dim që momentin e parë që marrim kërkojmë ndihmë, në ndihmën e shpejtë që marrim në telefon, bën disa pyetje nga personeli mjekësor aty në telefonat. Dallon, domethënë, gjatë ditave feste kur janë të njëjtat procedurat, ai procesi dhe si konstatohet që ekipi duhet të niset në atë vend ngjarje që pacienti apo qytetari ka kërkuar ndihmë në ato momente. Po, edhe këtu neve si ndihmë shpejt bëjmë apel deri tek të gjithë qytetarët, do të thotë që momentin që bëjnë thirrje deri tek ndihma e shpejtë të jenë sa më të matur dhe t'ju përgjigjen thirrjeve, do të thotë të cilat bëhen nga ana e mjekut, do të thotë që është përgjegjës për atë ditë ose për atë natë. Andaj çdo pyetje e cila parashtrohet e ka një qëllim dhe një bazament se pse parashtrohet, do të thotë. Mjeku mundohet që në mënyrë direkte nëpërmjet pyetjeve të cilat bëhen për shëndetin e vet pacientit të tërheqë sa më shumë informacione, ne e quajmë si anamnezë, do të thotë e shpejtë, e shkurtër, që nuk zgjat më shumë se 30 sekonda, në bazë të kësaj të vendosë a është, do të thotë, e rrezikuar jeta e pacientit apo do të thotë gjendja shëndetësore mund nëpërmjet këshillave të trajtohet me medikamente apo do të thotë duhet ekipa jonë të del në terren. Sa i përket dallimit përgjatë festave të fundvitit dhe ditëve të rëndomta, mund të theksojmë, do të thotë, që thirrjet ishin emergjente dhe nuk kishte hapësirë, do të thotë, dhe nevojë të më tutje të parashtrohen pyetje, përderisa pacienti po thonë që kemi vrasje, kemi fëmijë, në atë rast do të thotë vetëm parashtrohet lokacioni, pyetja se ku është lokacioni sakt i ngjarjes, për të arritur që sa më shpejt do të thotë ekipa të vjen dhe të dimë sakt numrin e telefonit që mos t'ia huqim numrin e telefonit. Atëherë mund të na thoni se sa janë të edukuar, të themi, në thojza qytetarët në momentin që paraqiten tek ndihma e shpejtë për të kërkuar ndihmë. Ka raste ndonjëherë thotë mendon qytetari që është rast urgjent, po ju mendoni që nuk është një rast urgjent dhe mund me medikamente apo me gjëra të tilla të kalohet ajo situatë. Po, vlen të theksohet, do të thotë, që neve si popullat në tërësi ende nuk kemi në atë nivelin e duhur që neve do të thotë të bëjmë përshkrimin e saktë të gjendjes shëndetësore të vet pacientit se çfarë është duke ndodhur në momentin aktual. Edhe këtu kemi hapësirë që mund ne të bëjmë disa përmirësime, por këto përmirësime padyshim që janë pjesë, do të thotë, që duhet të bëhen në nivel shtetëror, që kemi emisione edukative, pjesë e sistemit edukativ arsimor, do të thotë, tek shkollat, njështu të bëhen shpjegime, por njështu edhe promovimi i ndihmës shpejtë, por fatkeqësisht ne nuk e kemi atë mundësi pasi që jemi të limituar në personel, ku dalin në terren, qoftë nëpër shkolla, nëpër vende publike, nëpër sheshe dhe shfaqet ajo mënyra se si funksionon ndihma e shpejtë, çfarë duhet bëhet dhe çfarë duhet shpjegohet në raste ku janë emergjente. Po, përmendet që pacienti ose familjarët mendojnë që është rast emergjent, por për shkak të atyre pyetjeve të cilat bëhen nga ana e mjekut në anën tjetër të telefonit, një lloj forme bëhet vlerësimi sa është emergjent apo jo. Shpesh ndodh që familjarët paraqiten dhe të thonë që është keq. Fjala keq është gjithëpërfshirëse, ne kërkojmë simptoma aktuale, akute, të cilat kanë ndodhur te vetë pacienti dhe si e tillë vlerësohet pastaj gjendja e mëtutjeshme. Por njështu neve në mjekësie kemi një shprehje me telemedicinë nuk kemi, për atë është rëndësishme ndonjëherë edhe në vend ngjarje të del ekipa mjekësore dhe të konstaton gjendjen faktike të pacientit, por gjithë kjo hiperselektim cili bëhet nga ana e mjekut që është në anën tjetër të telefonit, bëhet për shkak të mungesës së personelit. Dhe pikërisht për këtë përmendi në vazhdimsi pasi që kapacitetet janë jashtëzakonisht të limituara, edhe nëse çdo thirrje del ekipa mjekësore, do të thotë vetëm se neve nuk do kemi për raste emergjente nëse ndodh ndonjë ndeshje, ose kemi ndonjë sulm në zemër, ose kemi ndonjë arrest kardiak, ose humbje të vetdijes, ose kështu me radhë në raste të tjera emergjente. Doktor, mund të na thoni sa mendoni se shoqëria jonë është mjaftueshëm e ndërgjegjësuar për pasojat fatale të këtyre veprimeve, duke pasur parasysh fishek zjarre e kështu me radhë në këto ditë festa?
Kjo pyetje është paksa e komplikuar, do të thotë dhe gjithë përfshirëse për të gjithë neve si shoqëri, si do të thotë emergjencë, po edhe në përgjithësi do të thotë gjithë institucionet jemi një lloj fajtori, do të thotë gjithë së bashku, pasi që neve ende do të thotë përdorim fishek zjarre për festa. Do të thotë fishek zjarre nuk përdoren as si për festa, duke pas parasysh rrezikun e lartë të dëmtimeve, veçanërisht do të thotë tek fëmijët, kemi pasur raste do të thotë ku lëndohen syt, fytyra, thamë përmendëm edhe më herët do të thotë që kemi edhe amputime të vetë gishtrinjve ose të pjesëve të dorës dhe që paraqet rrezik të jashtëzakonshëm. Në moshën më të mirë një fëmijë do të thotë të humbë një pjesë të dorës, do kisha më thonë që është jashtëzakonisht e rëndë, e vështirë, një invaliditet për tërë jetën të një fëmijë si pasojë e përdorimit të fishek zjarreve. Prandaj e them, do të thotë neve si shoqëri kemi ende për të bërë më andej më tutje, për të vazhduar. Çfarë duhet të themi të ndryshojë që festa të mos kthehet në tragjedi? Duhet duke filluar që nga sistemi edukativ arsimor, që nga shkolla fillore. Pre aty duhet të fillojë të shpjegohet në vazhdimsi për rrezikun cilën paraqesin fishek zjarret, po ashtu e përmendëm edhe pak a shumë edhe Ministria e Shëndetësisë duhet të ketë plan programe të qarta, do të thotë vetëm se nëse shkolla kanë filluar që ekipet emergjente të dalin dhe t'ju shpjegojnë popullatës për përdorimin e fishek zjarreve dhe rrezikun e tyre, mirë po ende nuk janë në atë nivel, do të thotë që gjithë popullata ose gjithë fëmijët të marrin do të thotë njoftimet e nevojshme rreth këtyre gjërave. Prandaj them, problemi është gjithë përfshirës dhe gjithë jemi fajtor disi për këtë situatë që po na ndodh neve. Normal tash gjithashtu preferohet edhe prindrit të kenë një lloj bashkëpunimi më të ngushtë, kontroll me fëmijët e tyre, gjë që shpjegohet dhe mos t'ju lejohet do të thotë që të blejnë gjëra të tilla pasi që janë rrezik për jetën e vetë fëmijës së tyre. Atëherë, pas gjithë asaj që keni parë gjatë 1 janarit, 2 janarit, çfarë do doni që publiku ta kuptojë nga këndvështrimi i një mjeku? Çfarë do doni që t'ju thoni publiku që çfarë nuk duhet të bëhet në këto netët festive? Neve si ekip mjekësor, pavarësisht se ballafaqohemi me raste të rënda, por gjithsesi që edhe ne jemi njerëz, nuk jemi robot, edhe raste të rënda kur shohim raste që përfundojnë me vdekje apo lëndime të rënda trupore, mos flasim për fëmijët, do të thotë, edhe ne ndikohemi negativ dhe nuk, edhe pavarësisht se punojmë në vazhdimsi me këto punë, me këto raste merremi, nuk është mirë as për na, do të thotë të shohim gjendje të tilla. Prandaj do të thotë apelojmë deri tek të gjithë qytetarët të kenë kujdes për shëndetin e tyre, të festojnë në mënyrë të matur, do të thonë larg fishek zjarreve, larg armëve të zjarrit, pasi që ato vetëm se e vështirësojnë e bëjnë probleme, do të thotë nuk sjellin asnjë dobi. Festa paraqet të lumturohemi, të gëzohemi dhe të kalojmë sa më mirë, do të thotë një natë qoftë për fundvit ose për festa të tjera. Andaj asesi do të thotë përdorimi i fishek zjarreve, vlen të theksohet ashtu edhe përdorimi i alkoolit, do të thotë të jetë i matur, pasi që veçanërisht moshat e reja, tash moshat e mitura do të thotë në mënyrë direkte ndikon negativ në shëndetin e tyre dhe mund të bëjnë probleme do të thotë shëndetësore të mëtutjeshme nëse nuk trajtohen. Nga përvoja juaj, mund të na thoni se qytetarët nga viti në vit apo bëhen më të ndërgjegjshëm, më të kujdesshëm apo thjesht anasjelltas e kundërta po ndodh? Trendi do kisha më thonë poshtë lart vazhdon i njëjtë fatkeqësisht. Neve si shoqëri nuk po arrim ta kalojmë pragun e asaj qytetërimi, do kisha më thonë, por jemi ende në agjendën se neve duhet të festojmë, mirë po festojmë në mënyrë jo të duhur, që sjell pasoja. Ne si shoqëri kemi ende për të bërë dhe apelojmë do të thotë të gjithë ata njerëz që kanë mundësi që pak a shumë të ndikojnë në përmirësimin e kësaj gjendje, do të thotë mos ta kursejnë mundin e tyre por të vazhdojnë të punojnë, qoftë arsimtarët, qoftë personeli mjekësor, qoftë si ministri të bëjë plan programe, do të thotë që të rritet vetëdijsimi i popullatës, do të thotë shëndeti është mbi të gjitha, pastaj vijnë gjërat e tjera. Doktor, në fund një mesazh për gjithë qytetarët, çfarë duhen të kenë parasysh në momentin që paraqiten ato në ndihmën e shpejtë, që sadopak të kenë njohuri, se në momentin e dim që kur kemi një njerëz të sëmurë në shtëpi apo në rrugë kudo që të na ndodh ndonjë gjë, ajo që shpesh herë ndodh edhe kur faqsojmë ndihmën e shpejtë, nuk erdhi me kohë, bën shumë pyetje. Cili do të ishte mesazhi juaj për gjithë ata qytetarët, jo vetëm në dita feste, por edhe në ditë tjera të rëndomta që paraqiten për të kërkuar ndihmë nga kjo urgjencë? Po, mesazhi jon si çdo herë ka qenë do të thotë të jenë të matur,
gjatë atyre rasteve, pasi që normal emocionet veprojnë dhe kur është një familjar në gjendje të rëndë shëndetësore, nuk është e njëjtë ndoshta, prandaj ne jemi aty, vetëm se kërkojmë nga popullata që të kemë parasysh se pyetjet cilat bëhen nuk janë pyetje së koti, por janë pyetje cilat tërheqin shumë informacione për vetë gjendjen shëndetësore të pacientit. A është në vetdije, a merr frymë, çfarë duhet bëhet më andej, gjithashtu të ndjekin edhe këshillat që duhet bëhen. Por një ashtu apelojmë deri tek të gjithë qytetarët që një farë forme të njoftohen me vetë problemin shëndetësor të familjarit të tyre, pasi që fatkeqësisht neve kemi raste kur pyesim po çfarë terapie merr prindi yt ose çfarë sëmundje ka, mos themi diçka tjetër, fatkeqësisht nuk din të përgjigjen edhe për atë rast. Andaj është lëshim, që neve mos të kemi njohuri rreth gjendjes shëndetësore të familjarët, nëse eventualisht edhe ka sëmundje kronike ose çfarë terapie e merr. Pasi që këto pyetje janë kruciale, neve nëse njoftohemi me terapinë, njoftohemi me gjendjen shëndetësore të pacientit, edhe më lehtë do t'i ofrojmë ndihmën shëndetësore të kërkuar, Prandaj apelojmë deri tek të gjithë qytetarët, që të kenë kujdes me shëndetin e tyre, të jenë në koordinim me ndihmën e shpejtë dhe të jenë sa më të qetë, të matur, pasi që eskalon situata jashtëzakonisht shumë dhe ju dukën pyetje banale, por në thelb janë pyetje të nevojshme, të cilat duhet bëhen, edhe gjithashtu dhënia informacioneve të sakta për vetë pacientin, ku gjendet, numrin e telefonit e kështu me radhë. Ndoshta me një këshill të juaj, ata aty për aty mund të veprojnë më shpejt dhe për të shpëtuar një jetë. Padyshim. Ju faleminderit edhe një herë që ishit pjesë e emisionit Ritmi i ditës për gjitha këto informacionet që i ndatë lidhur me ditët festive që ishin 1 janari dhe 2 janari. Ishte kënaqësi, faleminderit për ftesën, së gjithë së bashku të kontribuojmë në shoqërinë tonë për përmirësimin e më të qeshëm, që neve të avansojmë si shoqëri dhe të kemi një mirëqenie sa më të mirë jetësore. Ju faleminderit.